Ne na pëlqen që ta ngrem sistemin e drejtësisë të këta të spakut, sepse vetëm atë duam ne. Ne na intereson fati Beqës, fjala vjen. Jo, po e marrë që është... Qartë, po pra po. Jo si kauzë, emri njohur, por edhe si rast... Por në një moment ti duke sikur kjo është emri njohur, po në krahun tjetër, ne praktikisht të gjithë shëmbujt, i marrin në kategori dhe e kthejmë gjithë sistemin në punën e spakut. Jo, Evropa shqetësohet mbi atë fenomen që është i përgjithshëm dhe vi tani te pjesa tjetër. Si do të korrigjohet? Kur një person që është publik qatë më qartë, është pak më mendoj që ndodhë një thjesht pastaj që harrohet që litë e po këtë gjë kur ne ngrinim në tavolina thonë ju po godit sistem drejtësisë. Tani e ka ngrit Evropa zotëri në mënyrë zyrtare. Dhe Evropa nuk do t'ja di në kuptimin e spakut, po thot paraburgim në Shqipëri është shqetësim. Pse? Dhe këtu vim tani tek ajo që sa po e diskutuatu se zot një emër Sadushi. Sadushi është kryetari i gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë. Gjithë ky shqetësim i Evropës rregullohet në shumë mekanizma. Shqetësimi i parë ose mekanizmi i parë është politika, e cila duhet ndryrë në një mekanizëm. Po cilin mekanizëm do ndryjë politika? Me njerë vjen spaku mos më ndryjnë punët e mia, thot. Edhe të bëdhe raportin ty dhe i thot politikës mos ndryjnë pavarësisht time, i thot. Zotri, ti po punon me një ligj ta ka dhënë politika dhe është politika jo e cila ndërton mekanizmin se si do veprosh ti. Do politika ti t'jesh e pavarur, të ndërton legislacionin t'jesh i pavarur. Do t'jesh i pavarur, t'jesh i varur ti, ndërton mekanizmin që ishe përpara, vendos një shef për ty, mban të lidhur shefin dhe shefi pastaj si që ishte, ai zotni atje, me kurajen më të madhe në botë, arriti të penalizonte dhe të kalonte ndjekje penale ministrin më të fuqishëm që kishte Sali Berisha bashkë me Sali Berishën. Kush e rrezoi? Titullari, sepse ai institucion ishte ndërtuar në atë formë që ky tjetër thonte sistemi jonë është i pavarur, por titullari bënte politikë dhe politikën e bënte titullari. Dhe çështja që prokuria i paraqiste të ezauruar përfundimisht për ndjekje penale, sot është i pafajshëm ai, sepse titullari vendosin që tillë. Ky është mekanizmi që ka të bëjë politika dhe politika po të doj e ndërton gjykata e lartë duhet ta kishte bërë më herët. Prit se duhet dal tani tek gjykata e lartë. Se unë jam dakord edhe çështjen e kujt ishte të 20 janarit, gjykata e lartë reagoi pasi reagoi Strasburgu. Atëherë, unë po edhe kjo ideja që nuk po futem në rastin konkret, po them kush janë institucionet të cilat duhet ta bëjnë korrigjimin. Kush? Gjykata e lartë dhe çfarë më rezulton? Është brenda sistemit. Më rezulton që ai debat që kemi bërë ne këtu, që praktika që punojnë prokurorët tashmë është një praktikë universale që ata mund të bëjnë çfarë do qefi dhe nuk kanë asnjë kufizim as ligjor. Lerë pastaj në atë që janë në këtë perceptin që ke prodhuar që po tha prokurori, ti je i dënuar edhe me vdekje. Po e tha prokurori. Se ne nuk njohim institucion tjetër, ne njohim, tha prokurori, mbaroi çështja. Nuk njohim avokat, i kemi harruar avokatët. Avokatët kemi barabartë me të pandeurit. Pastaj gjyqtari nuk mund të ngrihet sepse gjyqtari ka bërë biznesin me prokurorin. Nuk po i them këto gjëra, por i vetmi institucion sot ligjor i cili ka kompetencë të prodhoj praktik që është edhe nga sugjerimet që është ligji, praktik, i vetmi institucion është gjykata e lartë. Pra, praktikat unifikuese në Republikën e Shqipërisë dhe në legjislacionin i ka vetëm dhe kjo iniciativë mund të themi është e vonuar, po edhe është e vonuar. Por unë nuk dua të jem negativist në çdo gjë, them shqyr që po e bëjnë zotëri. Po shqyr më që po e bëjnë, e vonuar. Po pastaj kupton që po e bën për të liruar X-ën, Y-ën dhe Z-ën. Nuk është për çfarë shqetësimi i Këshillit, prandaj thash, shqetësimi i Këshillit të Evropës, shqetësimi i gjykatës drejtave të njeriut, shqetësimi i organizatës të torturave, nuk kanë të lidhura me spakun. Prandaj thash që nuk pyesin për spakun në këtë kuptim. Nuk do t'ja dia, i thot 58% e burgjeve janë mbushur me paraburgim. Është vetmerrshme. Po përfituan 8 nga spakut. Le të përfitojnë për hir të 2800 tjerëve që nuk janë spakut. 58% disa është numri, tregojnë që sa është numri i burgosave në Republikën e Shqipërisë. Nuk them kosto, por është sënim absolut i drejtave të njeriut. Këtu nuk guxon të bësh një akt. Ishte shtresa mesme dhe e varfër, dhe si ishin jakat e bardha ose Alta Piazza, nuk kishte ky problem.
Tani që Po dere tani më po them Këshilli i Evropës e ngrit. Po duhet i themi Këshilli i Evropës. Ti Këshilli i Evropës. Pse e ngritet tani në paraburgim, ta provojnë. Po jo, jo, se nuk është kështu. Kjo është shumë cinike kjo që po thua. Është shumë cinike, s'ka doj fare me bile. Se nuk kam pyetur për shqiptarët e thjeshtë. Deri tani tham. Bile ti e ngrit argumentin. Po bën autogol. Ti e ngrit argumentin, mos bëj argument. Ti e ngrit argumentin që të paraburgosurit janë vetëm 3%. Ti e ngrit, jo unë. Po, 3% janë nga Spaku. Pra me, po, ti the se ti shumë e vogël. Po, pra, edhe, tani, të ndërtosh logjikën, të ndërtosh mendimin por kjo nuk ti të drejtën që ti kanë vite që derdhin të shfrytëzosh të bëj një pyetje beni në mënyrë cinike një sepse ti ishe që the ata persona të cilët janë paraburgosur nga Spaku janë minorancë, ndërkohë gjithë kjo iniciativë bëhet për atë masë që nuk është e vogël. Dhe tani, ne të rëzojmë interesin e kësaj mase që nuk është e vogël, që janë 55%, sepse nacionohet 3% i Spakut, kjo nuk është logjike, nuk është njerëzore mbi të gjitha. Mbi të gjithë, po s'ke që mërzosh, që ta rëzoj, sepse në Spak janë gjithmonë vepra të cilësuara. Po që kemo vepra të cilësuara? Dhe si strukturë, një sekund pa të... Ora, dhe një çlidhje ka iniciativa i LBD-s me Spakut, çlidhje ka. Ju mendoni që s'ka lidhje? Po s'ka, ma i çfarë s'ka? Po s'ka mërë, ka për 55% që shqetësim e Evropë, më që grë. Por është kjo që ne tentojmë që çdo iniciativë që bëhet, qoftë për rregullimin e sistemit të drejtësisë, por sistemi ne i quajmë ndryrjen punë, sepse duam ta themi të tillë. Sepse ne do të prodhojmë perversitetin në Shqipëri që po u bë një lëvizje politike, po u bë një iniciativë për rregullimin e sistemit të drejtësisë. Kjo bëhet për goditur sistemin. Jo, më se do bën. Është fleksibël çdo gjë. Dhe në momentin kur sistemi funksionon dhe që është dinamik dhe ndryshon, për shumë arsye ndryshon. Në këtë rast, në mënyrë absolute nuk kemi të drejtë të themi që, po jo, sepse kur unë isha të janë vepra penale të cilësuara, dhe paraburgimi, dhe një hap me cilësinë e veprës, dhe helmimi provave, dhe njërimi personazheve. Kjo iniciativë s'ka lidhje me Spakun. Ka me 58% që ngre Këshilli i Evropës. Birsida, ma shkrua një person që nuk e njoh. Por i referohet një rasti për cilën e folëm. Thot, unë kam punuar 23 vjetë në hetuesi dhe prokurorit, në 2023 kam dalë pension, tani punoj avokat. Në 2022 djali im jurist është dënuar 1 vit burg në çështje me Thoma Gëllçin. A e di zoja gjykondit se janë dënuar 3 djemë të rinj, 2 inxhinier elektronik dhe 1 jurist, vetëm se kanë pranuar 3 certifikata ISO të papërkthyer. A i dini zotë sa ta repuar ka nga Spak, nga SMS, s'ka e kërqat pa lidhje, dhe sa e sa problemet... Ta mbaroj, të lutëm, ta mbaroj. Dhe sa problemet tjera, që kjo të ka kërkuar mua takimet e tjerë, thot, por nëse nuk të bie në kuriz, atëre thot, i fusin burg për statistik, dhe atëre thot, ne, kush të mbron ne, zoti Karanxa thot mje. Tani, unë doja të thej vetëm diçka, sepse dhe çështja e zotit Thoma Gëllçi është përdorur politikisht, pasi edhe në Strasburg u kapën vetëm me çështjen e procedurës që u zgjat afati i hetimit. Po pra, jo doja të thej që nuk është marrë me thelbin e me fajsin. Do ju do të thaj që sepse thotë që ka qenë... Po pra, mos t'i nga përse shpesher, manipulohet. Mos t'a nga trojmë thelbin e diskutit. Jo dënimin nuk flasim për dënimin. Me që zoti ja përmendi veprën penale që u akuzohet... Po shpërdorim të tyre kanë qenë. Po pra, nuk mund të hyj në gjuna dhe të flas për objektin dhe ose çfarë ka ndodhur me djalin e tij, sepse gjithë kemi fëmijë dhe e vlati vërtet të dhimbse të shumë, po unë po them Strasburgu ka folur vetëm për zgjatjen e hetimit, jo sipas kritereve. Po lidhet më por zoti Meçe. Po pra, u zgjat pa respektuar procedurat, sepse zgjatet dhe zoti Karanxa mund ta konfirmoj, zgjatet edhe periudha e paraburgimit, duke respektuar disa procedurat caktuara për shkaqe caktuara. Duke qenë që shkaqet për rastin konkret, tani s'mund të marrë edhe zoti Rama dhe shumë të tjerë marrin zotin Thoma Gëllçi dhe merren me procedurën dhe jo me objekt. Po pra, po më për procedurë, jo për objekt. Po e disa veta mori pa fajsinë e objektit të pajisë. Nuk mori objektin, nuk u mor me objektin e veprës penale. Nuk po merren me veprën penale fare. Sepse gjithë merren me... Për veprën penale, zoti Gëllçi s'ka marrë pa fajsinë.
Po nuk e ka marrë, nuk ka marrë procesin. Po e ka për procedurën e shtyries së. Po këte po flasim në ne pra, sepse çfarë po flasim për Strasburgun. Ai ka fituar në Strasburg, dhe kur ti më pali sekond. Nëse këto sa mira veta janë para burgim. Mund të shkojnë, një sekond, mund të shkojnë në Strasburg, Strasburgu nuk lodhet fare, sepse ka praktikë unifikuese. E merë thot, kush o rasti, maroj. është nga rasti në rasti. Maroj. Nga qëllimi e ke gabim fare. Jo, e ke gabim. E ke gabim. Procesi, të shim di gjobra se unë e di shumë. Nga specifikat e rastit. Dhe nga prokurori, i cili nuk ka qenë jashtë. Zonja Zikoti, po ta them dhe një herë. Unë po them si do gjykoj Strasburgu. Dhe Strasburgu të ras faturën. Dhe asjet shtetit shqiptar. Edhe Goci e ka çu çështën dhe kërkon para me drejtë. Nuk i lexova ato rastet që përmonte Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit. E dini kush është një nga rastet? Kyç po diskutojmë ta. Po pra Goci. Po, si mundet unë tani të ngre alibi për Gëllçin kur Gjykata e Drejtave të Njerëzit e ngre si çështje? Ne po them, kur ta çoj, si mund marr kuraje unë sot? Kur ta është precedent shumë i mirë për individët, shumë i keq për shtetin shqiptar. Pyetja ime është e thjeshtë. A do ishte Shqipëria në Strasburg në rast se do ishte hetuar në gjendje të lirë? Kjo është pyetja. Kurse pyetja ime për ju është, ka të bëjë që është varet nga rasti në rast apo janë të gjitha rastet njësoj? Atëherë mund të bëj sipas veprës penale. Mund të bëj pyetje unë edhe nga prokurori se si e zbaton procedurën. Brisi, atëherë mund të bëj një pyetje si juriste. Atëherë. Me që ka qenë prokurori. Unë kam pasur kohë veprës penale. Ti s'mund marrësh mas sigurimi për një ngjarje në orë para i vitit 2 vjetësh e 3 vjetësh. Kapsën përgjigje. A ka të bëjë aftësia dhe profesionali prokurorit se si heton? Atëherë, prokurorit prezumohet që ka kalu filtrin e vetimit të është i mençur. A mund të bëj një pyetje të dyve? Atëherë, për standardin Brisi dhe Karanja. Zonja Kryemadhi është në akuzë për ato pastrim veprës penale, më se thash. Zonja Balluku është për ndikim paligjshëm tender. Për zonjën Balluku kërkohet arrest në Nuk është ndikim paligjshëm, është shumë pak se aq. Mos barazin tender. Po, shkelje barazis në tender, afal. Shkelje barazis në tender. Jo, pra është shkelje barazis është mungesa ime e gjuhës juridike. Ju kërkoj ndjesë. Jo, s'ka problem. Shkelje barazis në tendera. Jo, se ndikimi paligjshëm akuzë. Zonja Kryemadhi, jo, s'kam i pyetje se e kam ashtu thot. Zonja Kryemadhi ka një mal me akuzë atje. Që unë po marr një rast tjetër. Dhe më fal, ma shpjegoni si jurist, si ish prokuror, si avokat, si doni ju. Por e më falë, kur ke gjykuar, kur ke hetuar zonjën gjendje të lirë atje, në Big Brother, asë një problem, shumë mirë, besoj se ashtu duesh hetuar e zonja, me pastrim parashe me një malë me histori. Si ka tolerancë? Urdhro? Për gratë në përgjithësi. Për jashtë këtë të fundit Për atë që duhet burg. Falë, po, emrat e grave mbarojnë me A dhe Ja. Monika, Belinda, Brisida. Unë do marrë një rast që mbaron me A, po është mashkull. Po marrë rastën e Edison Memollës. Zoti Memolla u gjykua në shkallë të parë, u dënua në shkallë të parë. Vazhdoi punën. U gjykua në gjendje të lirë. Pastaj u gjykua në apel, apeli mbajti në fuqi të zoti Memolla, pëza doreshën, la çelsat, iku. I ka vretet e veta për akuzën e tjera, por nga pikpamja procedurale, unë mendoj që ishte rasti më normal si duhet gjykuar varet nga akuza, jam dakord me ty, varet nga shkalla e akuzës. Edhe nga prokurori. Varet nga shkalla e akuzës, pa prokurorit pastaj ja le vinë në dorë dhe flet për vetimin 24 orë. Por tek rasti zotit Memolla, unë mendoj, ishte rasti më normal se si një gjykat duhet të hetoj një funksionar i cili ishte edhe në detyrë, pra zotit Memolla u gjykua për funksionin që ai kishte, qëndroi në detyrë, u dënua nga gjykoja në shkallë të parë, e çoi në apel, kur u dënua dhe nga apeli pra mori formën e prerë, dorëzoi çelsat dhe iku, mori makinën dhe shkoi për të kryer një vit burg që mendoj që në këtë moment, kurse kur ti i thu tjetrit do të rrasë aty brenda burg, do të zjasin ja 4 vjet, po ta heq akuzën e parë, pastaj po ta heq edhe dytën,
Dhe pastaj po të liroj, ose po të dënoj me 6 muaj, nërkohë ti ke bo 4 vjetë burg. Unë dua shpjegimin e precedentëve, më falë. Unë dua shpjegimin e precedentëve. Zonja Kryemadhi është shumë më herë se zonja Balluku. Dhe prandaj dua, po precedenti, mo cilin ndiqet. Nuk e kam me zonjën Balluku, sepse asnjë nuk jam marrë me atë çështje me temë. E kam te parimi, mo te parimi. Parimet janë që masa sigurimit arrest. Dhe për personazhe, për shembull po marrim zotin Velia, që nga prokuroria është krijuar bindja që bën helmim të provave, patjetër që ata e çmojnë ta mbajnë në paraburgim që ai mos ndikojë tek dëshmitar, tek prova, ke dokumenta. Po ku gjykata kushtetuese i thotë që ai duhet tri kryetari i Bashkisë Tiranës? Tash këtu është shkel vendimi i gjykatës kushtetuese. Se duhet të mendoj njësoj, unë mendoj që për shembull, jo, kush është ide? Neve tash këtë e ka arrestuar. Unë nuk mund të bëj si naive, unë mendoj që vërtet kemi gjithmonë përplasje të segmenteve të politikës në gjyqësorin shqiptar me realitetin. A duhet respektu vendimin e gjykatës kushtetuese? Kjo është puna. Edhe gjykata e lartë Lamburg. Mendoj që ka një. Po ne populli thjesht çat kuptojmë ose vendimi i gjykatës kushtetuese që Erion Velia është drejtuesi i Bashkisë së Tiranës duhet zbatohet. Duhet gjetë një formë. Pra dhe në paraburgim aty, duhet i jepej mundësia të afronin të paraburgimi i Tiranës, të mos ishte ato, që të vite të firmosë si kryetar bashkia. Ka ndodhë Malzimo, në Malzi ka bërë qelinë dedikuar dhe ushtron të procesin të rregut ligjor. Pra ti e ke fitu me vendim. Po kur ka helmim provar se ke qenë prokuror, dhe prokuroria ka krijon bindje prokurorit. Helmimi prova, fal beni, rrjedh nga fruti i pemës helmuar, se kështu është. Fruti i pemës Tani, me njerë pas publiciteti, fjalla për të direkt. Publicitet, me njerë, direkt. Rikthehemi në pjesën e dytë, flasim pikërisht për këtë javë ku duket se do sqarohen kufit mes drejtësisë dhe politikës, sigurisht me seancën e datës 12, ku do votohen 2 raportet PD dhe PS lidhur me kërkesën SPAK për ashpërsimin e masës, sigurisht tashmë ndaj ish-zëvendës kryeministres. Mesha, fjala për ty. Atëherë, në gjithë debatin që organizohet deri tani u folën për raste dhe u mbajtën qendrime të ndryshme për rastin. Unë mund të jap me 100 raste kur një shkelje, që është aksidenti, po të themu në rrugë. Prokurorët të ndryshme trajtojnë si pas dëshirës të vetë dhe para një muaj, për 2 muaj, janë kapur një grup policor që merren me trafikun, që bënin pazar për ta nxjerrë, për ta lënë gjendje të lirë etj. Pikërisht kjo situatë që është në Shqipëri, ku pazarin e parë bën prokurorët dhe ka kthyer në biznes, të ta themi hapur, se e thon gjithë qytetarët se themi ne, duhet të marrë fund. Dhe unë, duke mos paragjykuar tashmë prokurorët, por duke paragjykuar këndvështrimin e tyre, formimin e tyre profesional, them zotëri, është detyrë sot që të prodhohet një praktike unifikuar që për një çështje të jetë një qëndrim, nuk ka arsye pse për një çështje të ketë 17 lloj qëndrimesh. Një standard. Dhe kjo është ajo që ka marrë iniciativë gjykata e lartë. Nuk është fare politike, nuk është për të liruar askënd, por të prodhuar praktika, sepse me të drejtë Vini, i cili e njeh më mirë çështjen, se çështja me Vini thonte merr me pusetat e kanaleve të Zeza në një periudhë. Dhe kapnin nga ata që mirë puseta, edhe futin çështje, futin në burg dhe rinë në burg ata, se për ta skujdese njëri. Po tani, këtu pasaj ka drejti kush që mund të thotë para 10 viteve na thonë në burg po s'pagovej faturë dritash. Jo, kjo është gabim shumë i madh që ta trajtojmë ne. Shkeli ligjit të shkeli. Unë po sjell burgu ishte po i lidhe po i lidhe, jo po se pagove. E ka kuptuar gabimin. Ligjvendësi, Koli. Ligjvendësi është praktik. Në një moment caktuar, për një situatë të caktuar, përdor një legjislacion i cili është politik penale, që mund të jetë shumë i rëndë, mund të jetë shumë i lirë. E bën ligjvendësi, e bën politika këtë punë. Prokurorët kanë për detyrë zbatojnë ligjin, nuk ka. Por çështja këtu është që për të njëjtin ligj, për të njëjtin dispozitë, për të njëjtin procedurë, prokurorët të ndryshëm ndërtojnë politika ndryshme, jo zoti s'ke drejt. Prandaj duhet unifikuar dhe ku unë, nëse kemi diskutuar këtu, kam thënë zotërinj, duhet prodhuar me dojmos një praktikë unifikuar për prokurorët,
që të mos i liret më kaq pushteti pa kufizuar, si shpe drejt, thot Brisita tani thotë, ai Arben, që në 2023 ka kërkuar Kurti i Evropës e kanë nxjerrë Komisioni Antitorturës ka nxjerrë që paraburgimet e Shqipërisë janë plot dhe të mbipopulluara me të paraburgohet. Pra, gjykata e lartë duhet kishte reaguar që atëherë. Po, dhe unë të them, dhe mos reago sot, se sot ka drejt X dhe Y-ni, jo Saliu dhe dikush tjetër, sepse ata që dalin dhe sot mbrojnë Spakun, janë bosi avokat e Spakut, pastaj ditë në hënë mjes, ku shko Saliu atje, e shajnë i bërshpije. Por ka drejt Brisita, ka drejt X dhe Y që thot, pse nuk e ke bërë në 2023 për më bërë sot? Pse nuk u bën 2023? Pse nuk u bën? Sepse ka një arsye shumë normale. Fenomeni i masifizimit të paraburgimit nuk është 2023. Një. Po, a ka raport që 2023? Po, le që thotë, do të thotë që unë do të them qatë të jo. U them qatë di unë. Nëse është fakt. Nuk është fakt, është fakt. Një institucion që është i paraburgimit, i cili ka bërë jo njerë, po disa herë komisione faktblese në Shqipëri për këtë arsye, dhe që është pikërisht si avokati popullit është ai, avokati popullit gjithmonë i ngre këtë çështje, se i ka ngritur sot. Që kur ka filluar demokracia deri më sot, këtë çështje ka ngritur avokati popullit. Por tashmë, nuk është më vetëm ky institucion, është mbledhur Këshilli i Evropës që është instanca më e lartë, është gjykata e drejtave të njeriut, që nuk janë avokatë të popullit, por që janë institucione që punojnë mbi bazë ligjore dhe mbi perceptime absolutisht të konsoliduara. Tashmë, kur bëhen 3 institucione, ju për herë të parë këto muajt e fundit keni filluar dëgjoni që Evropa po e ngre me të madhe paraburgimin. Tani po e dëgjojmë ne. Vërtet ka patur raporte të tilla dhe ka patur. E mbaj mend kur isha deputet që ishin këto raporte. Dhe bile jo vetëm kaq, por ngrihen me të madhe dhe çështja e dhomave të paraburgimit, të cilësisë të tyre, edhe dhomat e shoqërimit, që i thonë më fal, dhomat e Shurës dhe dhomat e tjera, se ky ishte perceptimi, mos flasim ne që ndodhi ngjarje sot. Në atë periudhë dhomat ku shoqëroheshin persona të cilët policia 1-2 mirë të i shoqëronte, i rasta aty 72 orë dhe thonte prit vendos prokurori, se bëhesha pazari, krahun tjetër po e them, bëhesha pazari, ishin dhoma që nuk plotësonin asnjë kusht. Dhe këto janë ngritur, por tashmë për herë të parë, këtë 6 muajin e fundit, çështja nuk është më reagim deklarativ, por është në kuadër të kushteve që do plos ti për të bërë dhe janë ato grupet, ato grup kapituit, dhe njëri nga grup kapituit të vetë detyrime për këtë çështje. Dhe prandaj është bërë shqetësim kjo. Se duhet ta mbyllim, Brisita. Jo, thatë që